Nga muaj mars në Tetov pritet që transporti publik të jetë falas për qytetarët e Tetovës, por për të marrë një kartel për transport publik falas, do të duhet paraprakisht i kesh të paguara të gjitha borxhet ndaj komunës së Tetovës dhe ndërmarrjeve komunale. Kurse për qytetarët të cilët kanë shlyer të gjitha obligimet ndaj komunës së Tetovës, transporti publik do të jetë falas. Mjafton që ata të aplikojnë në Teklik dhe për veten dhe për anëtarët e familjes që jetojnë në të njëjtën adresë dhe pas aplikimit kartela merret personalisht në zyrat e ndërmarrjes Tetova Transport dhe kështu transporti publik do të jetë falas. Ndërsa Arlind Pajaziti, angazhuar nga komuna e Tetovës për IT, thot se do të ketë 3 kartela. Njëra do të jetë për qytetarët për transport falas, një për nxënësit dhe një për ata qytetarë që duan të mbushin kartelen për udhëtim. Ky është një hap i cili e transformon transportin publik në një transport modern dhe digital, ku do t'i ofrohet qytetarëve disa mundësi dhe alternativa për shfrytëzimin e transportit. Atëherë, kjo është kartela digjitale për shfrytëzimin e transportit pa pagesë për të gjithë qytetarët e komunës Tetovës. Të njëjtit mund të pajisen me këto kartela pas aplikimit online në aplikacionin zyrtar të komunës së Tetovës Teklik. Transporti publik falas nuk do të jetë për në kodër të diellit, por qytetarët që do të kenë kartela do të kenë zbritje. Ndërsa Kasami premtoi se do të sjellë edhe 5 autobus të rinj, elektrik dhe se do të ketë transport publik dhe për komunat rurale dhe fshatrat e malësisë së Tetovës.